Javën që po lëm pas, lajmi për akuzimin e Besnik Çakës për keqpërdorim seksual u publikua në të gjitha mediat e shkruara dhe ato elektronike. Një ngjarje që i takon kohës së shkuar rreth 5 vite më parë, si duket tani kanë ndezur të gjithë. Prokuroria e Qarkut në Prishtinë në fillim të këtij viti ka dorëzuar akt akuzën kundër Besnik Çakës dhe 7 personave të tjerë në gjykatë të Qarkut në Prishtinë. Materiali përgatitur në vazhdim na shpalos më shumë detaje rreth kësaj ngjarje. Kjo përmbajtje eksplicite që ndalon çdo akt të bërë me personat nën moshën 16 vjeçare nuk i ka bërë përshtypje disa personave në Kosovë. Sipas nenit 198, paragrafi i parë të Kodit Penal të Kosovës, keqpërdorimi seksual i personave nën moshën 16 vjeçare dënohet nga 1 deri në 10 vjet burgim. Ky ligj vlen edhe për te të akuzuarit që Prokuroria e Kosovës ka ngritur akt akuzë më datën 21 shkurt 2012 kundër Nusret Jasharit, Pushtrim Hyseni, Dritan Hyseni, Dashnem Aliu, Elbasan Behluli, Hamdi Emrullahu, Fatmer Reshani dhe Besnik Çaka. Të gjithë këta persona janë akuzuar nga një vajzë vetme me inicialet MH, e cila është me prejardhje nga Ferizaj. Ndër 8 personat e akuzuar, aty bënte pjesë edhe këngëtari tashmë i njohur në vendin tonë, Besnik Çaka. Besniku në tetor të vitit 2008 thuhet se kishte kryer marrëdhënie seksuale me të dëmtuarën, e cila në atë kohë i kishte vetëm 15 vjet. Pas vajtjes së saj në policinë e Kosovës, ajo kishte shpalosur të gjithë personat që kishte pasur marrëdhënie, duke përmendur edhe emrin e Besnikut. E gjithë ngjarja thuhet se ka ndodhur në motelin e Rama Petrol në Magjistralin Prishtinë Lipjan. Sipas akt akuzës të ngritur nga prokurori Haxhi Derkuti, Besnik Çakës janë dërguar 2 fletë paraqitje për gjyq, por në asnjërin ai nuk ka qenë prezent. Pasi që ka shpërfillur thirrjen e gjykatës, prokuroria ka lëshuar një urdhër arrest ku pritet këtë javë Besniku të përballet me paraburgim deri në ditën e gjykimit. Në tetorin e 2008-s, e dëmtuara është takuar me një shoqe të saj në një lokal në Ferizaj, ku pastaj kanë vazhduar rrugtimin për në Prishtinë. Ato kanë qëndruar në barin e hotelit Grand, ku pas pak kohe aty janë shfaqur Besniku së bashku me të vëllaun. Sipas dëshmisë së dhënë nga Besniku, pas takimit ata kanë shkuar në motelin e Rama Petrollit, ku i vëllau ka hyrë në një dhomë të veçantë me shoqen e saj, EH, por sipas Besnikut, këta dy kanë qëndruar vetëm në bar, nuk kanë pasur ndonjë marrëdhënie seksuale. Por të kundërtën e dëshmon e dëmtuara, e cila pretendon se ata dy kanë shkuar në dhomë, pasi që Besniku i kishte premtuar asaj një videoklip dhe kanë kryer marrëdhënie seksuale me dëshirën e plotë të saj. Ndërsa avokati i kësaj çështje në mbrojtje të Besnikut mohon faktin se ai ka njohur ose ka pasur ndonjë punë me të dëmtuarën. Besniku nuk e njeh asnjërin prej tyre. Ky është një rast shumë specifik, se 8 persona akuzohen që kanë pas marrëdhënie me një të mitur, dëmtuarën, me një periudhë shkurt kohore, po Besniku nuk njihet as me ta, po as me të dëmtuarën nuk njihet. Duhet ta cekoj se Besniku 2-3 herë më ka thënë se nuk ka pasur marrëdhënie as me këtë personin, me dëmtuarën, as me ndonjë të mitur tjetër. Do ta citoj e dëmtuara. Kjo ka dhënë 4 herë deklarat, e në njërën prej deklaratave thotë, nuk i mbështes këto 2 deklaratat të mia të cilat mi lexuat, nga shkaku se unë në atë kohë kam qenë e detyruar prej policisë, përmendet polici hetues me emrin e mbiemri Ferizajt, që të deklaroj se kam pasur marrëdhënie seksuale me disa nga këta persona për cilët ju jeni duke i zhvilluar hetimet. Pra dëmtuara vetë thotë që polici hetues i Ferizajt e ka detyruar që disa persona t'i fusin procedurë apo t'i inkriminoj. Por, sipas avokatit Koci, dëshmitë e vajzës së dëmtuar nuk janë me bazë, pasi që ajo shumë shpesh kishte ndryshuar dëshminë e saj. Për ta mbajtur në qëndrueshmëri fjalën e vajzës së dëmtuar, në gjykat janë paraqitur edhe 2 dëshmitar, EH dhe BH.
Një dëshmi tjetër vërteton se e dëmtuara pas disa marrëdhënieve ka pasur një intervenim në mitrën e saj. Sipas raportit të spitalit ginekologjik në Gjilan, thuhet se e dëmtuara ka pasur një shtatzani të padëshiruar. Procesi akt akuzës është ende në mbledhjen e provave dhe fakteve deri më datën 30 maj, ku edhe do të mbahet gjykimi i parë për këtë lëndë. Se çka do të ndodhë me fatin e Besnik Qakës dhe 7 e akuzuarve të tjerë, do t'i keni në mënyrë më të hollësishme në edicionit e radhës.